Prokuria e posaçme I ka dhënë statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë dy prej të panderëve në procedimin penal lidhur me laboratorin e drogës në Frakull. Njëri prej tyre është një shtetas I huaj kolumbian, ndërsa tjetri shqiptar. Emrat e tyre mbahen të rezervuar për shkak të sekretit hetimor. Mësohet se dy bashkëpunëtorët kanë dhënë emra dhe episode të reja për persona të përfshirë në aktivitetin kriminal. Deri tani janë identifikuar mbi 15 persona në kuadër të dy procedimeve që kanë lidhje me njëra tjetrën, ndërsa dosja më ajo e Frakullës. Hetimi nisi në vitin 2022 kur në banesën e familjes Cervanaku në Frakull të Fierit u zbulua një laborator për përpunimin e kokainës, ku sekuestruan mbi 480 kg lëndë narkotike. Dyshohet se ajo ishte sjell nga Kolumbia dhe ishte fshehur në një ngarkesë me ple organik artificial. Në këtë operacion u arrestua ish kryekomunari Viktor Cervanaku, Nikolin Gjolena, Delson Cervanaku, Klajdi Vrioni, Zenel Cervanaku, Redion Meshi, Engji Ferhati, Maril Dorona, Bledar Matoshi dhe Julian Malaj. Ata janë dënuar në total me 88 vite burg, ndërsa vijon gjykimin ndaj shtetasit kolumbian Saimir Rosales Rodriguez, I cili u arrestua në Ekuador dhe pritet ekstradimi I tij. Në 13 janar 2026, Prokuria e posaçme vendosi ndarjen e akteve për procedimin penal numër 141 fraksion 1 të vitit 2023 dhe regjistrimin e tyre si procedim penal, duke vijuar hetimet për trafik droge të kryer nga grupi organizuar kriminal. Për këtë të pandehur janë Mark Leven Gjolena, Aldi Zonja dhe Musa Gjikola, të cilët janë të akuzuar dhe për një tjetër dosje ku akuzohen se sillnin kokainë nga Amerika Latine të fshehur në lëkurë gjedhësh dhe e përpunonin në 3 laboratorë të zbuluar në Shqipëri. Për operacionin e fundit janë shpallur në kërkim Durim Keqi dhe Kevin Margjoni.